qoftë edhe mërgjimtarët për aq sa është mundur ta shmangin këtë vend. Tash e kemi rastin e fundit të ish pjesarit të policisë së Republikës së Kosovës, zotit Arnër Spahiu, i cili është ndaluar dhe është burgosur në Serbi. Të tilla raste ka pas edhe më herët kur janë arrestuar dhe burgos luftëtarët e UÇK-s e qytetarët e Republikës së Kosovës. Normalisht se gjatë kalimit, do thot në për Serbi, shumë mërgjimtar janë maltretuar, torturuar gjëra të tjera. Ne dim se kemi pas një luftë me Serbinë dhe është një shtet armik i cili ka kryer me qindra masakra, burgosje, arrestime e shumë gjëra të tjera në Kosovë. Ky shtet armik po vazhdon të maltretojë qytetarët e Kosovës edhe të burgos ata kushdo që i pengon aty gjatë kalimit nëpër Serbi. Ne edhe në të kalumen, edhe sot ju bojmë thirrje secilit qytetarët e Republikës së Kosovës që të shmangin pika kufitare të Serbisë edhe të gjejnë alternativa tjera, të gjejnë rrugë të tjera për të ardhur në Kosovë ose anas jetës. Në të kundërtën, secili qytetari i vendit tonë mund të ndjehet i rrezikuar gjatë kalimit nëpër Serbi. Natyrisht që kjo më së miri shpërfaq mendsinë e cila vazhdon me karakterizu fshin tonë verior, e cila natyrisht në asnjë formë nuk po arrin me u shkput nga mendësia e vjetër e një shkputje të tillë natyrisht që nuk mund ta presim për aq kohë sa në krye të këtij shteti është një person i cili me propagandë jo vetëm i ka shërbyer një regjimi gjenocidal. Prandaj vlerësoj që kjo shpërfaq më së miri qasjen e këtij vendi që ka ndaj Kosovës, ndaj shtetasve tonë, por për më tepër në bindjen time sa i përket arrestimit të ish polisit, kjo po ashtu shpërfaq edhe një qasje që e ka shteti serb dhe institucionet e saj në raport me ngjarjet e Banjskës dhe në rrjedhë të kësaj besoj që institucionet ndërkombëtare do duhej ta zhvendosin presionin në nivel të Serbisë për faktin se tashmë me këtë qasje po vrehet që autoritetet serbe nuk kanë interes fare për të vendosur drejtësi për ngjarjen tragjike në Banjsk, e cila për pasojë la të vrarë tashmë arreshterin e policisë së Kosovës. Po natyrisht institucionet e Kosovës e kanë detyrë të angazhohen për shtetasit e vet pavarësisht në çfarë raste ndodhen edhe kudo që janë ata. Mirë po kemi parasysh faktin që fqinjë verior nuk ka gatishmëri as vullnet fare për të bashkëpunuar me institucionet edhe për raste të tjera, atë vlerësoj që roli dhe angazhimi i institucioneve tona është bukur i kufizuar në drejtim të ndërmarrjes së ndonjë veprimi. Gjithë ajo çfarë mund të bëhet është në masë të madhe qytetarët e vendit